Të skuadrës veteranëve përderisa një goditje që u blokuar në 3-4 lojtar dhe në fund një goditje Arif Limani, Bahtir Topalli, Melos Kelmendi, Ramadan Alaj, parteri sa ka shënuar skuadra e Ramadan Alaj. Kombinon me bashkëtarën e 3 Magjaraj të shohem Lirodisi Alaj! Godës Dori Farm që është blend gashi në vend të Bajram Ramadanit, një goditje fuqishme nga gashi kësaj radhe. E fushës mund të vije goli. Ta rikujtojmë njëherë atë goditjen e fuqishme. Po qka po ndodh këtu more? Ramadan Alaj. Alaj! Fantastike goditja! Topi gjatë aty goditje fantastike nga Magjaraj. Ramadan Alaj! E qën golin! Duke ngushtuar e përsin krejtësisht në fund të pjesës së parë dhe e përmirëson atë gavimin e tij duke shënuar atë autogol. Përderisa pritet në çka çastin e çast të përfundoj këtë takim, përderisa Kelmendi. Alaj. Vazhdon përpara Alaj. Bukur për Melos Kelmendin aty. Lojtari me numrin 5 në radhët e skuadrës veteranëve. Goditje nga Magjaraj të shohem. Dhe tope për lojtarin me numrin 7 të shohem hapësira. Sa afërisht e kësaj radhe. Vazhdojnë sërish veteranët të shohem. Top për numrin 7 goditje. Kelmendi. Top për Alaj të shohem. A do të kryoj hapësirë për të goditur Alaj. Bukur! Goditja! Precize por tjetë. Vazhdon Ramadan Alaj. Ndale do të mundësia! Sa afërisht! Hapësirë në përgoditje, nuk godit se nuk po tenton aty. Behar Topalli. Melos Kelmendi. Bukur! Si parari ka qëndo shënot edhe goli sërish Topalli ka hapësirë për goditje në radhët e skuadrës të do të stoj Melos Kelmendi goditja Qemajmi